E të nderuar miqtë e mi, ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme, në këtë ditë me shi, duke ju uruar të gjithëve një të diel të bukur të mbarë dhe të pozicionoheni të gjithë në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndjekur lajmet edhe ngjarjet më të fundit, analizat më të fundit se çfarë po ndodhen me artistët shqiptar. Jemi në prag, jemi shumë afër startit të dy Big Brotherave, Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania. Të gjithë jemi entuziastë të dim diçka më shumë për te asaj që thuhet, duam të marrim sa më shumë informacione, zemra nuk na ri rahat, jemi çiksi në ankth sepse duam të dim gjithçka rreth këtyre gjërave se çfarë po ndodhen, por unë deri diku kam arritur të bëj një analizë për opinionistët, konkretisht se kush do t'jetë opinionist në Big Brother VIP Albania. Me sa duket, Top Channel do të bëj retrospektiv. Do të thoni pse do të bëj retrospektiv? Sepse në Fokus, në televizion, do të rikthej personazhin i cili gjithmonë i ka dhënë Big Brotherit jeshi, i ka dhënë dashuri dhe i ka dhënë energji pozitive. Bëhet fjalë për Luiz Eilin. Pyetja është kjo: a do të jetë Luizi opinionist i Big Brother VIP Albania 5? Në mediat dhe rrjetet sociale, më kemi bërë një analizë. Po qarkullon lajmi se sezonin që vjen në Big Brother VIP Albania, në rolin e opinionistit apo komentuesit në studio, pritet të shohim një dyshe të re si Luiz Eili dhe Arber Hajdari. Ky lajm duket të jetë i stimuluar nga dy element kryesor. Luiz Eili, i përmendur her pas here në lidhje me formatin si figurë që mund të marrë rolin e opinionistit për faktin se pse mendoj që në këndin e opinionistit meriton të mbetet një personazh i cili e njeh formatin bukur. Megjithatë, sipas deklarimeve të tij, vitin e kaluar, Luiz Eili e mohoi kategorikisht këtë lajm. Do të thënë, ai tregoi që nuk do të jetë pjesë e rolit të opinionistit për sezonin e Big Brother VIP Albania 4. Ndërsa Arber Hajdari, i cili në të kaluarën ka qenë opinionist në Big Brother VIP dhe është përmendur si person i përshtatshëm për këtë rol, por edhe ai ka lënë të kuptohet në disa raste se mund të lërë rolin ose të mos jetë vazhdimisht pjesë e Big Brotherit. Do me thënë, te Big Brother VIP 5 që do të startoj së shpejti, ju e dini shumë bukur, datat e përafërta, që mos ta themi datën zyrtare, por datat e përafërta mund të mbeten që të jenë datat e përfundimit muajit dhjetor, do me thënë në natën e lindjes së Krishtit, ndoshta 24 dhjetor, apo qoftë edhe një datë më tej, gjithmonë Top Channel-i e ka bërë hapjen, e ka bërë në natë të veçantë, do me thënë ka manifestuar këtë moment. Por, çfarë fakte ne kemi deri më tani që Luiz Eili do të jetë pjesë e këndit të opinionistit? Tani, në vitin e kaluar, Luiz Eili bëri deklaratën publike që nuk do të jetë pjesë e këndit të opinionistit, thjesht do të ishte si një shikues, por kjo është një indikacion i qartë që aktualisht ai mohon përfshirjen e rolit të opinionistit, por Arber Hajdari ka pranuar se është rikthyer si opinionist në edicionin e 4 të Big Brotherit, por nuk e di ma do të jetë e 5. Tani edhe Arberi ka patur një rol të rëndësishëm, ka patur deklaratat fuqishme, ka patur qëndrime interesante që në fakt i ka dhënë një lloj ngjyre të bukur rolit të opinionistit. Por vetëm pak muaj më pas, lajmi se ai nuk do të jetë më opinionist në edicionin e vim u bë shumë i madh, kur Arberi tha që unë do të jem pjesë e opinionistit. Por, a duhet të jetë Arberi dhe Luizi opinionisti Big Brotherit? Nëse do të konfirmohej përfundimisht që Luiz Eili dhe Arber Hajdari janë opinionist, kjo do të kishte disa pasoja. Do të thoni pse pasoja? Publiku do të preste dinamik të veçantë midis dy figurave.
Luizi që është fenomeni, ndërsa Arbëri që është në natyrë tjetër, do me thënë po besoj që do të kishin një qasje shumë të bukur dhe do krijoshte një lloj dinamike. Mund të kishte pritshmëri për ndryshimin e linjës editoriale në këtë rast, ku publikisht Luizi është kritik ndaj anësive, do me thënë Luizi është kritik ndaj lojës dhe besoj që do të ishte një opinionist i prerë dhe do të jepte mesazhet e bukura dhe të prera kundër drejt publikut, por kemi në këtë rast do me thënë edhe Arbrin i cili do të kishte një qasje të drejt për drejt sepse ashtu ka patur qasjen gjithmonë. Ne nuk kemi, do me thënë, një konfirmim zyrtar që ka ardhur nga ana e televizionit se Luizi dhe Arbri do t'jetë pjesë e këndit të opinionistit, por, do me thënë, ajo që ne kemi është se thashe themet hamencojnë për Luizin që do t'ishte pjesë e këtij formatit. Duke e njohur që Luizi është një njohës i mirë i formatit Big Brotherit, një lojtar i fortë, një lojtar që në fakt në këtë drejtim bëri revolucionin, theu të gjitha ligjet e mundshme që një Big Brother mund t'i ketë, sepse unë e kam thënë edhe më herë që Big Brother është një botë më vete dhe brenda asaj shtëpie krijohet një imazh, krijohet një personalitet i ri që realisht njerëzit aty futen me njeriu tjetër të tyre paralel. Do me thënë një njeri i krijuar në imagjinatën e tyre. Dhe pikërisht ky njeriu paralel bën namin, bën luftën dhe del i pari dhe i dashur për publikun, por Luizi preferoi që të jetë i sinqert, Luizi preferoi që të jetë i vërtet, por të përdorën strategji të bukur për lojën që me sinqeritet dhe vërtetësi të arri nivelin aty ku duhet të jetë një lojtar brenda në shtëpi. Mendoj që një dyshe si Luizi dhe Arbër Hajdari do t'ishin fantastik për të luajtur rolin e opinionistit, sepse opinionisti duhet me patjetër që të krijojë dhe dinamik edhe brenda në studio, do të thënë në qoftë se opinionisti nuk është i zoti që të krijojë dinamikën, të krijojë shikueshmërinë brenda në studio, atëherë do të thënë formati si format nuk ka vlerë. Loja bëhet e dyanshme. Loja bëhet brenda në shtëpi dhe loja bëhet edhe jashtë shtëpisë, do të thënë loja bëhet edhe në studio. Dinamika ekziston në studio, dinamika ekziston brenda në shtëpi. Publiku pret prajmin të shikon se çfarë do të ndodhë në studio dhe në shtëpi dhe 24/7 është i fokusuar në ndodhit dhe në ngjarje që ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë është një lojë interesante që mendoj se Luizi dhe Arbëri do të ishin përzgjedhja fantastike për të qenë në rolin e opinionistit, gjë të cilën vitin e kaluar me shumë respekt e kemi patur në Big Brother VIP Kosovën, gazetarin e nderuar Milaim Zekën dhe Olta Gixharin që ishin dy pole të kundërta, por që krijonin një dinamik. Dua të marr mendimin tuaj në koment, ju lutem e shkruani, preferoni të shikoni Luizin në këndin e opinionistit këtë vit në Big Brother VIP Albania 5?